Vazhdojmë tutje, tularemia është sëmundje ngjitëse e shkaktuar nga bakteret prej të cilave sëmuhen njerëzit, por edhe kafshët. Është sëmundje primare një numri të madh të kafshëve, mes të cilave minjtë, lepujt, ketrat, dhelprat dhe kafshë të tjera. Bëhet fjalë për sëmundjen e cila në mënyrë primare paraqitet tek kafshët e shpesh bartet prej tyre tek njerëzit përmes brejtësve. Nga qendra epidemiologjike në Gustivar ftojnë për kujdes tërë popullatën, sidomos në këtë periudhë të vitit. Për shkak të dukurisë së rritur të brendësve në këtë periudhë të vitit e me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të popullatës dhe parandalimit nga përhapja e sëmundjeve ngjitëse, Ministria e Shëndetësisë informon për sëmundjen e tularemisë, e njohur si ethet e lepujve, përkatësisht për mënyrën e bartjes, simptomet, pasqyrën klinike, si dhe parandalimin dhe mënyrat e shkatrimit të kësaj sëmundjeje. Tularemia është sëmundje ngjitëse, shkaktuar nga bakteriet nga të cilat sëmuren edhe njerëzit edhe kafshët. Është sëmundje primare e një numri të madh të kafshëve, mes të cilave minjt, lepujt, ketrat, dhelprat dhe kafshët e tjera. Kafshët shtëpiake shumë rrallë sëmuren, por megjithatë, infektimi është konstatuar edhe tek delet, macet, qendë dhe derrat. Bëhet fjalë për një sëmundje e cila në mënyrë primare paraqitet tek kafshët dhe shpesh bartet prej tyre tek njerëzit nëpërmjet të brejtësve. Dr. Vojislav Ognjanovski nga Qendra Epidemiologjike në Gostivar fton për kujdes tërë popullatën, sidomos në këtë periudhë të vitit, që nëse vërejnë praninë e brejtësve në shtëpi, të ndërmarrin masa urgjente për largimin e tyre, sepse nëse ata vinë në kontakt me ushqimin dhe ujin, rreziku është i madh për t'u infektuar. Kujdes të veçantë duhet kenë edhe ata që pijnë ujë nga pusi, sepse aty mundësia për deportim të minjve është më e madhe. Пренесувањето на болеста од животните на луѓето. Transmetimi i sëmundjes prej kafshëve tek njerëzit vjen me kontakt të drejtë për drejtë me kafshë të infektuara, gjatë kafshimit nga riqërat, morrat dhe insektet e tjera, gjatë thithjes së pluhurit të kontaminuar me bakterien e tularemisë, si dhe gjatë pirjes së ujit dhe ngrënies së ushqimit të kontaminuar. Për shembull, mishi përpunuar në mënyrë të pamjaftueshme termike në temperaturë më të ulët se 70 gradë Celsius. Inkubacioni i kësaj sëmundjeje zgjat prej 3 deri më 7 ditë, ndërsa sëmundja fillon me dukuri të sindromit të përgjithshëm infektiv, temperaturë ngritur, ethe, djerës, kokëdhimbje intensive, sëmundje në tërë trupin dhe dopsie përgjithshme. Sëmundja zakonisht zgjat prej 2 deri më 4 javë, sqaron Ognjanovski. Varësisht nga mënyra e bartjes, sëmundja mund të manifestohet me ndryshim të lëkurës apo ënjtje të indeve limfatike, bronkopneumoni apo dhimbje të barkut, vjellje, diare e tjerë. Tularemia shërohet me sukses me antibiotik dhe me terapi simptomatike dhe rehidratacion. Me qëllim të parandalimit dhe mbrojtjes nga përhapja e sëmundjes, njerëzit duhet të evitojnë çdo kontakt me riqërat gjatë qëndrimit në natyrë dhe të përdorin mbrojtje adekuate, siç janë dorzat, çizmet, maskat mbrojtëse e tjerë. Ky rekomandim posaçërisht ka të bëjë për personat të cilët për shkak të profesionit të tyre apo rekreativitetit më shpesh qëndrojnë në natyrë apo janë në kontakt drejt për drejt me kafshët dhe produktet e tyre. Ognjanovski njofton se për parandalim nga kjo sëmundje, posaçërisht është me rëndësi mirëmbajtja e higjienës personale, larja mirë e pemëve dhe perimeve, ushqimi i mirë i përgatitur termik, pije ujit të sigurt, të evitohet larja në ujërat të ndenjur, si dhe ushqimi të ruhet i mbuluar dhe i mbrojtur nga brejtësit apo insektet. Njëherët nevojitet kryerja e deratizimit të rregullt, pra shkatërimi i brendësve në konsultim me qendra rajonale për shëndet publik, nëse të njëjtit vërrehen në shtëpi individuale.